dëgjojeni prokurorin e antimafjas italiane, Nicola Gratteri, që shpjegon pse është kaq e pushtetshme mafia shqiptare. La mafia albanese è una mafia strutturata che parte di un paese estremamente corrotto, dove si fa tanto riciclaggio. E noi adesso vediamo la mafia albanese già in joint venture con l''ndrangheta in Sud America. Pra, korrupsion ekstrem dhe pastrim parash. Pastrimi parave futet kudo, sidomos sektori i ndërtimit që sjell me vete shtrenjtimin e jashtëzakonshëm të banimit qytete si Tirana apo qytetet bregdetare, ndërkohë që korrupsioni ekstrem lidhet me tenderat, prokurimet, koncesionet dhe gjithçka që organizata me ftohtë mafioze në bashkëpunim me oligarkë dhe politikantë korruptuar bëjnë duke ndarë plaçkën publike. Si puna e këtij rasti të fundit të Ergjys Berberit, i cili për të marrë tendrat e Akshit, çfarë nuk bënte, kë nuk kërcënonte, arriti puna deri në rrëmbimin e një biznesmeni që nuk po pranonte rezultatin e fiksuar të një tenderi. Ky vend ekstremisht i korruptuar, ku kryet riciklim parash, ka një njeri në krye. Ky njeri është Edi Rama. Dhe Edi Rama duhet të mbajë përgjegjësi, jo vetëm se ka krimbur shteti shqiptar në korrupsion e ka rënuar shërbimet publike, por edhe sepse po na merr fytyrën faqe botës.